Salamu alaikum hoxh. Iblisi thot edhe Dejjalli, a është e njëjta krijes? Aleikum selam. Jo, nuk është e njëjta krijes. Nuk është. Iblisi është kriju shumë para Dejjallit. E para. E dyta, Iblisi është i krijuar prej zjarrit, është e gjin. Kurse Dejjalli është njeri parimisht, njeri, insan, nuk është e gjin, që është i krijuar domethënë prej dhejut, me preardhje prej Ademit alayhis salam. Iblisi është mbreti, komandanti i krejt shejtanëve. Dejjalli nuk është ashtu. Dejjalli është i burgosur, i lidhur, Allahu e liron para kiametit. Delaj, edhe Zoti i jep fuqi që mi bën fitnë njerëzit. Bile ja vendos edhe disa prej gjinëve në shërbim të tij për me i testu njerëzit, besimtarët nga jo besimtarët para ditës kiametit. Formën e Iblisit na nuk e dim, të Dejjallit në bazë të haditheve që na kanë ardhur e dim. E ka njërin sy të verbër, tjetrën e ka të shtramët, në balë i shkruan qafir. E lexon ai që di shkrim lexim, edhe ai që s'di shkrim lexim. Pra janë dy krijesa të ndryshme, njëra me tjetrën, por të dy fundin e kanë në xhehenam. Në xhehenam.